Një investim i Bashkisë Gjirokastër tashmë me ndarjen e re territoriale edhe më e madhe pritet të bëhet në urën e Prongjis. Këshilla dhe amortizimi prej vitesh kanë bërë që kjo e fundit të përmbytej duke rrezikuar jetën e banorëve e madje në sezonin dimëror. Shpeshherë këta të fundit janë izoluar. Janë gati më shumë se 30 familje, kryesisht të moshuar, të cilët jetojnë në Prongji, por që ura e cila përmbytej dhe ishte krejtësisht e shkatruar i linte këta të fundit të izoluar për ditë me radhë. Madje as mjetet emergjente nuk kishin infrastrukturë kalimi. Tashmë investimi i cili ka nisur nga Bashkia e Gjirokastrës ka mundësuar urën e re, e cila do të vinë në ndihmë banorëve të këtij fshati. Ishte shumë emergjent ndërhyrja në urën e Prongjis, ishim në një situatë do të thosha shumë alarmante përsa i takon këmbët të kësaj ure që ishin ngryer totalisht nga lumi nga shtrati i lumit që kalon pikërisht në këtë vend ku ndodhemi tani. Besoj se ky investim e zgjidhi përfundimisht problemin e kësaj ure dhe ne jemi duke inspektuar sot përfundimin e punimeve. Nuk do të ngelemi me kaq, Bashkia e Gjirokastrës ka planifikuar edhe ndërhyrjet të tjera segmente rrugore në zonat rurale, në çdo njësi administrative. Përveç kësaj, ne jemi duke ndërhyrë sot, do të shikojmë përsëri së bashku në rrugën përdet manastirit Cepos, që konsiderohet një aset shumë i çmuar turistik për turizmin në Bashkinë e Re të Gjirokastrës dhe avash ditë për ditë nga darkë do të kemi komuniteti për të zgjidhur çdo emergjencë dhe për të krijuar një standard të fletës. Dhe jemi duke u marrë pikërisht me gjithë problematikat që janë shfaqur gjatë gjithë kësaj periudhe dimi. Për të qenë të sinqertë dhe për të mos e anashkaluar problematikën e madhe që është krijuar tek rruga me gryje që ka bërë shtrati i lumit, kërkon një investim të konsiderueshëm në lërë financiare, por besoj se për dimin që vjen masa paraprake për të parandaluar dhe për të mos lejuar bllokimin e qarkullimit të automjeteve në atë segment rrugor, besoj se do të jemi në tonë e bukur për ndërhyrje. Bashkia e Gjirokastrës ka nisur ndërhyrjet edhe nëpër zonat e tjera rurale, të cilat prej vitesh janë lënë në hares. Kryesisht vëmendja është përqendruar në infrastrukturën rrugore si një ndër problematikat kyç në jetën e banorëve.